Edhe gjatë kësaj teprimte ka vijuar ndërhyrjen në argjinaturën e qartë të lagunës së Vajinit në Lezhë për të penguar rritjen e mëtejshme të ujit në zonën përreth saj. Kryebashkiaku i Lezhës Piri Ndreu tha se ekipet janë ndarë në dy fronte, duke përdorur mjet të rënda për të afruar inertet dhe mjetet e ushtrisë që janë më të vegjël dhe bën ndërkimin e tyre drejt zonës. Sipas Ndreut, aktualisht janë vetëm 3 banesë që kanë prani uji dhe të tjerë që janë të rrethuara, por grupet e emergjencave janë në terren për të asistuar dhe ndihmuar nëse do ketë nevojë për evakuime. Si që shikoni këtu jam me shefin shtabit Forcat Armatosura, General Kingjin, me prefektin. Kemi bërë një rivlerësim të situatës, duke pas parasysh pikëpari të mbrojmë jetën e njerëzve, pra kemi mjete dhe forca në dispozicion nga ushtëria me gjithë kapacitetet e mundshme që për çdo rast evakuimi apo ndërhyrje ne jemi gati. Nga ana tjetër kemi bërë një vlerësim ndryshe të situatës dhe besoj se sistemin e kemi vënë punë. Jemi duke punuar me 2 kohë, me një vend grumullojmë material, disa kamiona tjetër më të vegjël për shkak edhe të vështirësisë së rrugës dhe të problemeve që mund të shfaqe ura. Ne po çojmë material, besoj se kemi vënë punën para dhe nuk ka askush pse shqetësohet, se situata është nën kontroll. Sigurisht që është situatë e vështirë. Është qarë argjinatura rreth 40 metra dhe qatë një argjinaturë e kanalit tyre të larta do ishte për çdo vend një situatë katastrofike, por ne kemi kap situatën shpejt dhe besoj se tash mbrapa situata do jetë jo e përmirësuar, po mund shpresoj ta mbyllim sot. Banesa 2-3 janë lajmëruar, ne kemi ndërhyrë. Në Borre ka disa banesa që janë, por nuk është një gjendje në nivelin alarmant. Pra duhet ju kërkoj dhe ju medias që mos t'ja zat një mikrofonin gjithkujt që fle thatë të shtëpia vet ose shkon han peshkë dhe pi verë dhe vjen tu dhe bën prralla me hallet e njerëzve dhe me një punë të jashtëzakonshme që është bërë 2 net rresht pa fjet fare nga bashkia, nga bordikullimi, nga institucionet e tjera, nga privatët, nga ushtria, emergjencat, gjithkush ka marrë pjesë në një kombinim të jashtëzakonshëm. Sot kam biseduar edhe me shumë banorë aty, u qartësuan, ju tham që jemi gati, besoj se më shumë se kaq ne s'kishim çfarë bësh. Argjinatura e lagunës së Vajinit u qa në ril, duke bërë që sasitë e mëdha ujit të futen në kanalin kryesor e përpasoj të krijojë përmbytje.